nuk ishte lehtë që të dëshmoj në këtë proces maratonik i cili padrejtisht është orientuar kundër ish drejtuesve të ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe ish themeluesve të shtetit Kosovës, ish drejtuesve të shtetit Kosovës, njerëzit më meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe u gjendën në një situatë shumë të vështirë. Por me qenë se Kuvendi i Kosovës kishte pas presion që të afërmoj këtë gjykatë dhe unë modesht të pranoj kërkesën e prokurorisë që të jem një nga dëshmitarët e këtij procesi. Unë aty si është i njoftuar opinioni, kam paraqitur pikpamjet e mia si gazetar, atë që e kam parë në zonat e luftës dhe në asnjë moment nuk kam parë që ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë ndonjë masakër, ndonjë krim ndaj civilëve serb, por ka luftuar në një frontale kundër forca policore dhe ushtarake serbe. Ish drejtuesit e UÇK-s nuk mbajnë asnjë përgjegjësi dhe është shumë e padrejtë që ata të akuzohen për ndërmarrje të përbashkët kriminale kur dihet se lufta e ushtrisë shqiptare e Kosovës ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër dhe ka pasur edhe mbështetjen e madhe të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe të aleatëve të tjerë evropian. Luftë më të pasur si pas atyre që kemi dëgjuar dhe kemi lexuar shumë libra të historisë, luftë më të pasur se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si thonë edhe shumë historian, publicist, politikan, diplomat ndërkombëtar, nuk ka pasur se sa lufta jonë. Dhe po mos ishte edhe mbështetja, mos ishte e tillë edhe nuk do të ekzistonte edhe mbështetja e faktorit ndërkombëtar, sepse Serbia i bëri më se 400 masakra në mbar Kosovën, vrau më se 14.000 civil shqiptar dhe kështu bëri një lloj gjenocidi mbi popullatën civile shqiptare. Ju keni raportuar mbi ty që Unë kam raportuar pikërisht në të gjitha zonat kritike në të gjitha zonat bashkë me dhe askund nuk kam vërejtur se ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë masakra mbi civilët. Po të kishte ndodhur, me siguri se do të kisha raportuar.